Mirë, kthehemi, vazhdojmë debati I cili është padyshim kulturor, shoqëror, historik, por është edhe politik apo jo, Paulin? Unë jam shqiptar I krishter. I theksoj këto dy gjëra për shkak se kur Perëndia më ka krijuar, nuk më ka krijuar rastësisht shqiptar. Ne kemi disa tradite, doke dhe zakone, të cilat unë besoj duhet jenë patjetër thelb I kombit tonë. Dhe në këto tradita, doke dhe zakone, ne gjithmonë jemi përpjekur që të edukojmë fëmijët tanë me një lloj edukate që brenda ka vlerat, dhe unë jam njëri I cili e kam thënë edhe në studiet e tjera që unë nuk besoj në moral. Morali është ku ta vendosësh ti steken. Unë besoj në vlera. Vlera njerëzore. Dhe unë nuk e çoj fëmin tim në shkollë që fëmia im të mësoj ideologji të ndryshme. Mjerisht, shkollat sot janë kthyer në një vend ku është më shumë duke mësuar ideologji të ndryshme, se sa ata shkojnë për të edukuar. Në gjithë botën. Dhe kur ka filluar shkolla fillimisht në këtë mënyrë, ka filluar vetëm për këtë gjë, që të jepen fëmijët ideologji që ishin të përcaktuara nga ata që donin që fëmijët të kenë ideologji. Tani, unë nuk jam, kur them jam shqiptar I krishter, nuk jam as I djathtë dhe as I majt. E them këtë gjë për një arsye. E them se jam I krishter dhe jam pastor dhe unë nuk dua kurrë, nuk do doja që të talleshin me njerëzit. Për mua, është tallje me këtë kategori njerëzish, të cilët, pavarësisht nga mënyra se si ata shikojnë veten e tyre, sot mund vendoset një ligj ku quhet gjithë përfshirës, nesër vjen e djathta në pushtet dhe thot ka vetëm mashkull dhe femër. Është për të tallë me njerëzit. Nëse Zoti ka krijuar mashkull dhe femër, unë besoj Slovenia nuk është një shtet I ardhur nga planeti që vendosin në kushtetut që ka njihen vetëm Slovakia, më fal. Mashkull dhe femër, dy gjini, që do të thotë, në qoftë se ata njerëz të cilët më përpara janë njohur me ligje të tjera, këta njerëz sot ndihen të tallur. Unë nuk mendoj që ne duhet t'i lëmë njerëzit në dorën e politikanëve. Politikanët janë njerëz të cilët për interesa të ndryshme, ndaq globaliste, ndaq individuale, duan që të vendosin ato ligje, të cilat me ligjin që vendoson dukem unë I mirë përpara Sokolit. Dhe Sokoli I thot bravo Paulini që vendosi këtë ligj. Unë të lutem, është mutall. Mbaj mend për mehet, nëse ky ligj miratohet, sa të vinë të djathtët pushtet, do kërkojnë që ai ligj të shfuqizohet. Çfarë do ndodhë? Ama më të vini herë, po kismet, le ta ishte. Po mirë më do vinë se nuk është në kat marrë gjatë të ditës. Jo, po të vinë se na plas, mos e shikoni në kat. Unë mendoj është në kat që ka shumë kohë me një parti. Po, jam dakord. Kemi që kanë qenë të djathtën, po ka qenë Berisha veti i cili ishte I pari. Unë nuk shko, dhe që ja bëri reklamën lidhur me komunitetin homoseksual. S'kishte lidhje, më fal Pak Dorina. Dhe të them ta mbyllë edhe me një gjë, fundit fjalin e fundit. Se këtë po thotë Paulini thotë, mos bëhet lojë politike mes palëve. Unë nuk besoj se ka e do të ketë barazi gjinore. Unë besoj në barazvlerë gjinore. Sepse, kështu është, sepse dhe të tërgën një lek është 96.5, 1,96.5 lek. Po është euro dhe është lek. Kanë të njëjtën barazi, do më thonë kanë njëjtën vlerë, por nuk kanë njëjtën barazi. Janë njësit ndryshme. Është e njëjta gjë. Nuk mund të jetë e barabart kur një femër me një mashkull. Elsa, përmendi Slovakinë, po mund përmendim dhe Hungarinë, mund përmendim dhe Italinë. Ke Shtetet e Bashkuara që duan jo se du dalë diku tjetër. Por ideja është mutall më Elsa. Ne gjithashtu jemi në një proces integrimi. Unë jam pastor. Unë do ndihesha shumë I lënduar. Dëgjoj pastor, më fal. Amerika legislacionet e ka që e njohin transgjinorët dhe e njohin ndryshimin. Po tallen me mua shtetërorët jo, sepse është në varësi të tani po më quajnë ashtu. Shtetërorët po ndryshojnë shtetet, pastaj janë varësi shteteve. Në Shqipëri nuk do ndodhe, shqiptarët e kanë fleksibilitet në aspektin me politikën, më fal. Ti mendon që brezat nuk do ndryshojnë? E kanë këtë fleksibilitet politikanët të jenë dakord me këtë gjë. Unë u thash, për mua të paktën që jam marrë drejt për drejt me këtë, me aprovimin e ligjit kundër diskriminimit, mbasi ne kishim bërë, domethënë kishim iniciuar dhe punuam shumë gjatë, disa vjet për të, ka qenë të djathtë që e miratuan. Ka qenë Berisha I cili tha,
Po, ma dje për të bërë një moment politik për të anashkaluar në qikë se ishte kohë pas zgjedhjeve, a i tha dhe mund t'jetë e quajti dhe si një liqë të homoseksual. Ishte a i që e quajti, që s'ka fare lidhje me Dhe përmendni të krimin Europian dhe atër. Nuk ka lidhje. Sepse është diskriminime. S'ka lidhje. Po mirë më pse Europa që duhet... Shiko, po të lexoni nenin të neni 3 ajo, që është neni cili përcakton se cilat grupe mund të diskriminojnë. Dhe fillon me radhë. Grupet vulnerabël. Dhe fillon me radhë dhe të tjerë, dhe për shkaqe të tjera. Tani, ajo për shkaqe të tjera ka që pathur në diskutim shumë të madh, sepse për shkaqe të tjera mund t'jenë edhe, sepse ne kemi vendosur një grup të vëmë vetëm pantallonat kuqe dhe ne na ndalojnë ta vëmë. Ti veshim këto pantallona. Ne kemi të drejtë të protestojmë për këtë gjë dhe mund ta gjejmë të drejtën. Pse po na ndalojnë? Domethënë, arsyet mund të jenë nga më absurdet për ne. Mund të jenë nga më të shumtat, sepse është natyra njerëzore. Po ligjin se bëjmë dot absurd. Ju po flisni për një grup i cili ka lindur ashtu, ndihet ashtu, sakrifikon ashtu, sepse në Shqipëri nuk është kollaj të thuash jam gay dhe jam është shumë e vështirë të pranosh përpara familjes. Ka lindur mashkull ose femër dhe duhet të shonojmë një barazim midis mashkullit dhe femrës. Në ligj. Lidhje ka mashkull. Ajo është drejta personale. Duhet të kemi një ligj diskriminimi, duhet të kemi një komisioner nëse ata diskriminohen nga individ, nëse ata se ligjet mos plotësojnë dhe mos çfarë do plotësojnë tekën individuale. Komisioneri nuk vepron bazë librave të individuale, është tek individuale. Ai nesër e kthe Problemi është kjo që nesër kur dalin këto ligje, një sekond. Ai e kthen gjinin. Ai do dua të operohen. Një sekond, të lutem. Po ky ligj çfarë hap? Çfarë rrugësh hap? Ky ligj hap ato edhe hap Berti. Ku Ministria e Shëndetësisë kalon fonde LGBT-s. Një sekond, të lutem. LGBT e kemi diskutuar dhe tek një emision që nuk është dhënë akoma. Tani, të lutem tani. Taksat tona duhet paguajnë operacionet e transgjinorëve. Që i shkojnë për... Do ta japun fonden. E kam unë fondin që ka kaluar do dhe buxhetimi gjinor që thot ligji, projekti. Po, Robert, është diçka ka fonde që të caktohen. Këto fonde që jetën për me bërë të ligjë. Paulin, një sekund. Ka fonde që të bëjnë ty që t'japi mundësi të paguash për operacionet që të kthesh. Të bësh tranzicion gjinor. Patjetër, taksat tona do paguajnë, nëse ne vazhdojmë me këtë ligj, ne do paguajmë taksat tona. A ka apo jo? Është një fond i Ministrisë së Shëndetësisë për LGBT-n 3 milionë euro dhe unë do të ta nis. Po lidhet me këtë që thoni ju? Po çfarë është? Po çfarë janë këto fonde? Sepse ata janë si pokramollës. Po Robert. Atëherë, këto aspekt buxhetor që fliten këtë ligj këtu, e para herë ndodhi, pra neve kemi çdo organizëm sot që flasim, pushtet qendror, pushtet vendor, të gjitha planet që bën për shpenzimin e parave ka gjithmonë aspektin gjinor në mendje, sepse prap për të luftuar pabarazit faktike, reale që ekzistojnë, pavarësisht se në ligj neve i kemi, por duhet pa në thelb nëse. Ky ligj e përpiqet ta rregullojë më shumë dhe ta bëjë në detyrim tashmë, sepse deri tani disa vendosin ta bëjnë, disa vendosin mos e bëjnë, për shembull Bashkia Tiranë mund ta ketë, një bashki tjetër nuk e ka. Ky ligj e bën detyrim që gjithmonë në çfarëdo lloj politike që do bëhet, në mendjen e kujdo që do marrë vendime, do duhet të jetë aspekti gjinor në këtë vëmendje. Dhe kjo patjetër nuk mund të jetë vetëm dëshirore apo aspekt teorik, por do të buxhete që të realizohen. Dhe gjithmonë kur do alokohen buxhet, do duhet pasur vëmendje gjithmonë barazia gjinore. Kjo është gjëja që lidhet. Kjo është gjëja që parashikon. Mori vlerë shumë të fortë politikën e Shtetit Bashkuara në temin në 8 vitet e fundit, ku pikërisht te temi konservatorizmi u bazuan në duke akuzuar pikërisht këtë që liberalet po fusin politika të caktuara, po i financojnë ato me buxhete të caktuara, po detyrojnë fëmijët të thonë që vetëm është okej, po ndoshta edhe të detyrojnë ata të ndryshojnë seks. Pra, këtu është problemi dhe diskutimi i saj. Mund shprehje mund lidhe me këtë të fëmijëve se kjo në Amerikë sigurisht ndikojnë zgjedhjet e fundit. Absolutisht. Nuk është një element shukot efemer në ajër. Po, është një element konservator u bazua mbi këto që dikush i quan teori konspirative, dikush i quan fakte të rënda. Mund të shprehim teori me fëmijët 72 gjinin në Britaninë e Madhe, 72 gjinin në Britaninë e Madhe. Ore, po mëse dhe kjo tash, ç'e gjinish janë këto tjera? Po hajde gjej aty tani, zoti Gajde, çfarë gjini jeni ju? Nuk po gjithsa thotë zoti Gajde mashkull është. Dukshme.
Pra flasim me njëri që Po janë common sense. 72. Të deklaruar 72. Po ka dhe gjëra që janë jashtë common sense. Mund të shprehen pak për... Me këta qa bëjmë? Se tu është problemi. Për çështjen e fëmijëve, se besoj aty... Te fëmijët prekemi të gjithë. Tani, unë këtu du të bëj dhe i parantez prap. E para njëherë, në Shqipëri nuk ekziston si problem të gjitha shqetësimet që importohen nga jashtë vendit. Pra, pjesa më e madhe e shqetësimeve që sot fliten për fëmijët të lidhur me aspektet LGBT, janë probleme false. Nuk janë inekzistente sot, sepse askush në asnjë shkollë publike dhe private nuk merret me këto koncepte dhe me këto gjëra. Për këtë njëherë, t'jeni të bindur ju dhe kushdo qoftë që thotë të kundërtën. Këto janë probleme që kanë ndodhur gjetkë. Tani, qoftë se do flasim për të lutem,